martesa 2004. Tani me 9 maj musha 15 vit martesë. Kam 2 djem. Ky është klas 8, kurse ky është në klas 3. Burri siç e dini, me iku. Iku në Greqi për punë. Si gjithë shotarët, kemi qenë me shtëpitë e vjetra. Punonim në arë, po nuk ishim shumë tokë, pak kemi. Ikte në Greqi vetëm 3 muaj me pasaport. Do të dilin vetëm për të majtë kalamajt, për të ngranë, për... Iku se thot do të punoj sa inshallah të rregullojmë shtëpiat që të futemi mrena se kishim frikë këtu. Kishim frikë se na shemen. Se është shumë e dobët kjo. Si thashe e një 3-4 ditë sa të na shohë edhe ik prapë. Tjetë tha si e kemi shpinë, tha na pranaj ku të shkoj, ku të vetë. Inshallah tha do punoj ca ditë, tha që të rregullojmë shtëpi. Dhe si vjetë që kaloj kishim frikë të shumë të bjerë në i bora, do na zefën të mrena. Duke që ishte shumë i mërzitur. Prandaj thashe ja. Nuk erdhe. Ai mos 3-4 ditësh erdhe lajmesh. Po unë diçka kuptova që ndarë, se nuk e shkon të zilja. Në mjes t'i brash prap nuk ka shumë. Nuk e shkon të zilja, vetëm kur erdhën njerëz pas të gjithë këtu. Nuk ishte dhimbje më të madhe në jetën time. Me 1 maj është përratje, kurse me do 3 këtu. Do 3 herë. Me frejzë thonë që është. Te ka kap frejzë jetore, ca thonë frejzë tore, nuk e di aq mirë. Vetën time nuk e du ma. Se mi shala dhe unë të desë, nuk du të shala asgjë. Do bëhem me fort për fëmijët se nuk kam ku të shkoj. Tam vetëm mua më kanë edhe gjyshi është 82 vjeç. Amanetët të ati vetëm ato ishim, thoshte oj mirë haruaj vetëm fëmijët. Sikur janë një të zemra. Dhe të sari që flisën në telefon të shtërruj fëmijët. E vetë u rritjet time së ishte pa nënë. E ka lënë nëna e 1 vit e 4 muaj. Me la dhe fëmijë. Dihet se nga Zoti vjen gjitha, po. Urdhërimja shumë e madhe, nuk durohet. Edhe kur falem, edhe kur bëj iftarin edhe në syfyr, atë më rrimenja vetëm ka falem dhe lutem vetëm për fëmijët. Shtëpia duket është shumë e plasur, plasaritur, kullon mrena, bishi, kur bishi pikon mrena. Dhoma ime pikon shumë, karan, thot të hanë.
dollapi më shlak ka fillu të prishet. Nuk e di më, tani kush do punojnë për ne. Pak punonte, po paktën kisha bukur kalamaj. Tani nuk e di, kem vetëm një asistent vogël, 48.000 lekë merrem, tani do hiqen 18 nga ai. Paktën ne që të blejmë një fesmil që mos ngelim fëmijët pa burr. Më frikson se jemi pa punë fëmijët të mëdhenj, se nëse ata janë vegjël, duhen ushqyer, ata nuk punojnë dot tani në këtë moshë. Nuk kam asnjë ëndër as shpresë. Deri këtu që jeta ime tani nuk e mendoj më. Dua vetëm të mendoj që 302 jetim, se nuk pas ka më keq. Diçka për më. Asnjë gjë tjetër, vetëm ta kam, nuk kam gjë tjetër më. Zemra më dhem çdo minutë. Mos qajtë si jo mo. Mos qajtë shpirë sa më për ty. Dërim bashkë.